Autoriteti i Mediave Audiovizive mirëpret për herë të parë në Tiranë platformën europiane të rrjeteve rregullatore. Në konferencën e 63 të EPRA, 42 shtete pjesëmarrëse diskutuan mbi sfidat e tregut mediatik. EPRA është një forum i hapur, jo politik dhe neutral në operacione. Antarët duhet të ruajnë të njëjtat vlera dhe neutralitetin institucional. Për kryetaren e AMA Armela Krasniqi, punimet e kësaj konference dhe diskutimet mes rregulatorëve pritet të shërbejnë për të përmirësuar mjedisin mediatik. Ne me njëri tjetrin, të gjithë antarët e EPRA-s, mundim të shpërndajmë informacion të domosdoshëm, praktikat më të mira, se si zbatojmë në ligjet tona kombëtare. Krasniqi u ndal gjithashtu edhe tek aktiviteti i institucionit në 5 vitet e fundit, duke theksuar rëndësinë e rritjes së ndërgjegjësimit mbi përmbajtjen mediatike. Në 5 vjet ne kemi vënë rreth 38 gjoba për përmbajtje audiovizive të papërshtatshme me ligjin dhe kemi vënë po ashtu 44 gjoba sa i takon piraterisë. Dhe të gjitha këto gjoba së bashku shkojnë diku ke 80 milion lekë të reja. Gjatë punimeve të konferencës, AMA prezantoi edhe ndryshimet ligjore që janë në proces, të cilat synojnë rritjen e përgjegjësisë së platformave digjitale, mbrojtjen e lirisë së medias, garantimin e pavarësisë editoriale dhe transparencën e financimeve publike në sektorin mediatik.